Shkojmë shohim babagjyshin që fluturon me slitën e tij në qiell. E nisim udhëtimin me pak pozitivitet dhe kërcim. Dhe si fillim shkuam të luanim për herë të parë në një qendër mini golfi 3D. Unë bëja si profesioniste, po nuk ja kisha haberin fare se çfarë duhet të shkruajmë tek ato letrat që na dhan ata. Ambienti dukej shumë i bukur nga brenda dhe në momentin që vendosje syze, gjithçka i shikoje 3D. Më pas nuk mund të linim pa vizituar një kënd Loras që na e zuri syri fatkeqësisht dhe fatmirësisht, sepse ajo harxhoi të gjitha energjitë e mundshme në atë kënd Lorash. Më pas u ulëm që të hanim dhe këtu ndodhej edhe skena e famshme e rrëzimit tim në mes të lokalit, dhe për më tepër është edhe e filmuar skena dhe mund ta shihni në vlogun tim të plot që kam bërë në YouTube. Qyteti ishte dekoruar shumë bukur për Krishtlindje dhe një gjë që më pëlqeu është që nuk kishte një dyndje shumë të madhe njerëzish. Tjetër përveç orës kur duhet të kalonte babagjyshi që u mblodhën të gjithë njerëzit e botës aty më duket. Ne u pozicionuam aty edhe pritëm babagjyshin e shkret që më në fund pas 12 minutash erdhi. Jena u emocionua jashtëzakonisht shumë edhe filloi po ja bënte me dorë me shpresë që babagjyshi do ta shihte. Pas një fjalimi të gjatë të babagjyshit ku na uronte Krishtlindjet, më shtoi të ecste me slitën e tij dhe më pas hodhën këtë shkumën e cila dukej si bor. Detaj i cili i shtoi një tjetër emocion të bukur eksperiencës tonë. Më pas vazhduam edhe pak me eksplorimin e qytetit. Unë mora një nga këta kaushët e famshëm, prita 15 minuta dhe nuk ja vlente dhaj shumë për shijen. Gjatë kthimit për në shtëpi e kapëm mat babagjyshin i cili po bënte xhiron e tij të radhës. E përshëndetëm pak babagjyshin dhe shkuam në shtëpi me një eksperiencë dhe ndjesi shumë të mirë.